Nxënësit e shkollës Motra Qiriazi në Prizren shënuan ditën ndërkombëtare të ujit. Këtë ditë e rëndësishme me një aktivitet jashtë kurrikulave në udhëheqjen e arsimtares Vjolca Ahmetaj, me mbështetjen e mosimdhënësve Nurie Gashi, Vjolca Bityqi, Muafera Shenik, Arjeta Topojani, Nailan Pinduk, Sevial Ingqi, Jusuf Tokmak, Ilir Kolgici dhe Arbnore Elshani. Përmes punimeve kreative, projekteve, eseve dhe thënieve edukative, ata përcollën mesazhe të fuqishme për ndërgjegjësimin mbi rëndësinë e ujit dhe nevojën për ta ruajtur atë. Në këtë organizim ndihmë të veçantë dhan Hidroregjoni Jugor dhe drejtori i shkollës Zotri Ekrem Bajraktari për përkrahje të vazhdueshme në këtë aktivitet dhe në aktivitete të tjera. Kryeshefi i Hidroregjonit Jugor Fadil Berisha ka mbajtur para këtyre nxënësve dhe mosimdhënësve të kësaj shkolle një prezantim të punës së kësaj kompanie. 14 burime vetëm në Prizren, ku e tham këto është për interesin e juaj, duhet me ditë që shumë burime nuk janë vetëm me rami të lirë, por janë me stacion të pompimit, e cila normal nevojitet për të shkuar në ato rezervareve që i përmenda për me pasi ujë në robinetet e juaj. Dhe kjo përveç menaxhimit që kemi ditor, natyrisht varet edhe për shkak të nivelit të burimeve, për ato burimet që i përmenda, po edhe të energjisë elektrike, e cila nevojitet për të punuar këto stacione të pompave dhe për të mbushur këto rezervare, tek pastaj për të kaluar në rrjetin për të ardhur ujë në robinetet e juaj. Për të ruajtur burimet e tona është jashtëzakonisht me rëndësi që kjo duhet të fillojë nga familjet e tona, nga nxënësit, nga të gjithë qytetarët dhe konsumatorët, po natyrisht edhe të menaxhohet sa më mirë që është mundur nga punëtorët e Hidroregjonit Jugor, të cilët punojnë 24 orë për të pasur ujë të mjaftueshëm në robinetet. Ju e keni vërejtë që vitin e kaluar, po edhe kohë të fundit ka pasur probleme, sidomos të theksuara në furnizim në Prizren. Duhet ta dini që këto burime ujore varen prej burimeve nën-toksore, përveç energjisë elektrike që përmenda, dhe për shkak të ndryshimeve klimatike që kanë ndodhur në vitet të fundit, nuk jemi thjesht jemi prekur edhe ne si qyteti i Prizrenit, dhe për shkak të ngritjeve të temperaturës, sidomos në 2-3 viteve të fundit, mungesës të rreshjeve, ka pas rënje të burimeve të theksuara në komunën e Prizrenit, ku jemi ballafaqur edhe me reduktime. Organizimi i këtij eventi në këtë shkollë u mbajt me moton "Ruajini ujin sot që ta kemi nesër".